Tash disa ditë jeni duke mbajtur grev para komunës së Prishtinës. Si është gjendja? Gjendja është si në ditën e parë, kanë fillu do takime dje edhe sot, po presëm që mu bo më e mira për qytetarin e Podjevës, se jënë të e pasu shumë keq. Cila ditë është sot që jeni duke mbajtur greve? Dita e 7. Dita 7. Derisa po janë të vendosur autobusat, policia po vazhdon edhe me gjoba. Sa gjoba deri tani janë shtuar? Se cilën autobus ka 7 gjoba, janë për mi 20 diçka autobus, 22-23 autobusa më zabosha, ka 7 gjoba se cilë autobus. Sa është shuma e gjobave? Po që kemi informatat për policën 100-150 euro, tash nuk jena të sigurt veç që aty dikon në silët të rreth. A keni pasur takim me përfaqësuesit e komunës së Prishtinës dhe a ju kanë premtuar ndonjë zgjidhje për problemin? Deri me dje nuk kena pas, dje kena zhvillu një takim, sot do i shkurt, po nuk kena mujt me arrinë në ndonjë zgjidhje, ata pratë kanë ngullë në vendimin e tyre. Na ja kena thonë si alternativë me hika shkolla Nobel rruga Zagrepi, me shku në stacion të autobusav dhe këthimin me bo Kabalt e të Xhamia Llapit. Se ndryshe nuk mujna me funksionu e na. A keni pas komunikim edhe me Ministrinë e Infrastrukturës për këtë problem? Po, na e kena për krajën e Ministrisë, sepse na nuk kena të kërku kur gjatë zhë me shumë veç qysht na takon me leq, qyre kena me letër dhe të shumë për Ministrisë Transportit. Sa komuna të Podjevës kanë mbetur pa transport publik për shkak të këtij problemi? Fshatra janë 78 fshatra kanë mbetur pa transport publik. Që dykon mesatarja udhëtimit të udhëtarëve Podjevë Prishtinë është deri 22-23.000 udhëtarë në ditjet. Vajtje ardhje. Po do me thonë, kërkush nuk do të e marrë përgjegjësinë për ta. As nuk kanë interes me bona i zhvillim ose ne takim ma shumë që me gjetë një rrugë alternative, sepse neve na takon me legj, normal na institucionet e Kosovës i njohëm edhe bazohëm në bazë tyne. Cilat janë disa nga veprimet që do t'i ndërmerrni në rast të mos përgjigjes së kërkesave? Na jena me bashkëpunu me komunën e Podjevës dhe të Prishtinës, jena të mundu me gjetë ma të mire nuk bashkëpunu, nuk po dojna me bo ma të keqen, se dhe ma e keqen, ajo veç jena të pritë qka të bo. Këto takime besoj që ka mu arrit ma e mira, por nëse nuk arrit e na kena me bloku qytetin, s'ka me kon as për këta, as për neve, ambjen mirë. Edhe nuk po dojna me arrit e ajo pikë, po dojna që me ju bo zgjidhje qytetarit. Podjevës jo me ju bo neglizhencë që shë të ju bo tani për tani.